Rritja e çmimeve të produkteve të shportës ka sjellë efektin e uljes së fuqisë blerëse në tregjet e vendit. Në Lezhë, qytetarët shprehen se çmimet e frutaperimeve nuk janë të përballueshme dhe se pensionet e tyre nuk mjaftojnë për asgjë. Kjo situatë po i detyron të reduktojnë blerjet, duke zgjedhur vetëm produktet më të domosdoshme. Sa ushtu nofta janë rrit çmimet e të këtu nuk ka kusht ta blej bashkë me thënë 1 cent. Më ka rafër se s'ka njerëz. Ku ti morën njerëzit? Ka me ti plak raskope shitone kështet e më rëpashim. Shumë të shtrenjta për zotën, për pleq më të shtrenjta s'ka. Çmimet drejt tash nuk janë të favorshme për ne pensionistat, po s'kena çfarë bë. Ja, se herë se kanë edhe ilaçet e kanë edhe probleme tjera janë dritat. Mollën e kena marrë dytë me sheqer, sa kena marrë, se merr kushtoj, se janë pa lekë. O mi tretë o mi ul çmimin. S'kena çfarë me bë. Po si sa probleme pas, a disa djathin e kam treton, a disa mollën e kam treton kështu. Gjizën sidomos e kam tretë se ushqim të për 3 ditë. Rritja e çmimit të fruta perimeve dhe zarzavateve ka bërë që të bien shitjet në qytetin e Fierit. Unë ndodhem në markato më të madhe të fruta perimeve në zogun e Zi në Fier. Kjo markato nga afro 75-100 tregtar tashmë ka mbetur vetëm gjysma e tyre. Shkak është rënja e blerësve. Pensionistët janë ata që janë goditur më shumë nga rritja e çmimeve në Fier, duke u shprehur se shumë produkte nuk arrin t'i marrin për shkak se nuk i përballojnë dot me paratë që kanë. Ja, mora unë po. S'do marrë do të bukën në darkë. 3 kokra domate mora u. Të larta janë, për neve pensionistë. Ne s'ken me pensionistë, nuk në del. O, s'kam lek, nuk kam lek, ka vajtë të mënde, po s'kemi lek. Maja të malli më dobët. Po, me 150.000 lekë do marrë unë, ushqime. Unë 50.000 lekë i paguaj drejta ujë. Po ilaçet e mia do t'i marrë unë, apo dilan pa marrë. Të vdesim. Do marrë 2 sollator, do ikin në shtëpi. Të vetë e mendje, do të hajtë, bëjt një tarator. Se një fjalë janë ullë shumë, inshallah ngrihem më. Nga ana tjetër edhe tregtarët përballen me vështirësi të mëdha. Ata thonë se mungesa e klientëve ka detyruar shumë prej tyre të mbyllin aktivitetin. Tani ata kanë hikur, se nuk e përballojnë, taksa është shumë shtrenjtë këtu, për kohën që ka ardhur. Situata është në përgjithësi e keqe, nuk kanë probleme se vetëm këtu kanë ne. Kjo situatë tregon një krizë të dyfisht, rritjen e çmimeve dhe rënien e fuqisë blerëse, duke e kthyer tregun në një vend të zbrazët.